Si të shpëtoni një herë për gjithmonë nga zbokthi? Ja receta. Uthulla e mollës. Pasi t'i keni larë flokët, masazhoni butësisht skalpin me uthull molle dhe më pas shpëlajini me ujë të ngrohtë. Bëjini këtë veprim 3 herë në javë. Ju mund të përgatisni po ashtu një përzierje me 2 lugë gjelle lëng limoni të freskët me 2 lugë gjelle uthull molle. Aplikojeni këtë masë në skalp dhe mbajini në kokë për disa minuta. Kosi. Përzieni në një enë 200 ml kos me 50 ml lëng limoni. Më pas, lani kokën por pa përdorur shampo. Masazhojeni për 15 minuta. Ky trajtim jo vetëm që largon zbokthin, por edhe i jep një shkëlqim flokut. Soda e bukës. Krijoni një pastë duke përzier 50 gram sodë buke dhe 50 ml ujë të ftohtë. Aplikojeni mbi flokë të lagur dhe lëreni për 30 minuta. Ju mund të krijoni maska kundër zbokthit duke bashkuar vajra me lëng limoni si vaj ulliri, vaj arrës së kokosit e të tjerë.